Përshëndetje. Jam Matilda Matia, kandidate për deputet e Partisë Demokratike. Faleminderit. Zonë. Ju parë që ka lutë prej pikës kufitare. Po. Si është situata ju? Ju punoni atje për ditë? Na dole me punojmë tash me vite në gjallë, se punë shëpni s'kos, më qenje s'kos, për rrugë e pojmë të ditë. Po, më përdi të nuk boli? Sa ku ju shkon vetëm me kalua me orë të në tre zvijës mjesit në gjallë, këtëjnë, sot e në këtëj fje heret e këna lënë punën heret në gjallë sa shtes të poshtë. Qona me gjallë tre zvijës shkote, njësë në prej shkote, 8 dorë se nga gjenos. Që ke punuar për para për Shqipëni që nuk pute me vazhdo nërtim? E atje vazhdo të punosh nërtim? Pasha do në nërtim e ne punojmë, me vite, jo vështash, po. Si tonë shqiptarë Si janë kushtet e punës Malzi? Kushtet e punës janë fantastike. Si kur t'ishin Shqipëni në gjallë, se kësha në vëjmë në Europa së të mërë. Qa më thush për qmimet? Se jena bojë si me kemë në atë njështë, du kanë shëtë më shumë njerës të gjithë me kemë në atë njështë. Mali zi për mu s'ka nevoj një mikë në Europë, se kur t'ishtë në shkojtë e kësho. Shqipra, një të është. A janë shumë shqiptarë që lëvizin për ditë me ju? E mira, s'ka nevoj dhe shme kemë nadje dhe mund të vinë, sot orës në shkallë s'kanë punu njështë dhe rrugën se ditë për apes të shko. Shumë. Qa kene i thirje për ta njerëzit? Për ta në punëtor, shtresën punëtore, njerëzit Po mërë sot e shola po atë vend jonë se me këtë qërisë këna kërë punë. Ju po të kishit mundësi, se po të baj pyetje, sa me bo pyetje, se aja djetë të një, se me gjohë edhe prej një personi tjetër që po basha ma vetë ma përpare, që një ju s'kishit të dash kur me ikë me Po e punë nërmolle e vesë sa vend jonë, të po kur se më kushtë se shkuka e gojtë që në vona për përpojtë. Qa mund kishit me kërku gjonat minimale, që për ju do t'ishte në rregull, që mos me ardhë për ditë deri këto edhe me shku në Malzi? Gjonat minimale bilet paktën me kemë rrogat dhe me kemë nërtimi ose me kemë çdo lloj situatet e punë, si në për fabrika, në gratë si në punojnë në familjarët tonë. Me rroga minimale? Marën rroga që sharaka me fjallë të zdalin asë më pagu dritat. Në masën e nga detyru me dollë në për Malzi, në për të i vujtë në këtë të njëtë. Në shku një punëtor më tha me punu. Për mendimin të ma shkanë më mirë në kotën rrugës. Bilet pakën kanë punu tonë i kanë marrë ka 20 leknik, kurse sot diko shkoha me shkelin e tretë të në përvujnë me i fjallë në hongër bukë. Se qmimet kanë shku në drejtim nga bumë, ndërkohë pagat i shokin shumë njerëz se si janë. Në jetu në vetë Shqipni për me i fjallë, po me hime, po atonë popullin morë me i fjallë do katastrofë. Në nërmanja dhe në mund jenë me vendi me i humën bërë. Në drejtim janë të shku, kjo është e sigurt. Kjo është e sigurt 2025. E po e në në shumë. Dëshmej Partia Demokratike dhe Alianca për Shqipërinë Madhështore, pikë të pari ka me sigurt për se cilin person minimumi jetik 200 euro. Punovës, nëse si i zoti mi morë 200 euro ka me të dhanë shteti. Tu fillu me pensionista, tu fillu me studentët që s'mundet me punu, tu fillu me asistencen. Me qa do lloj kategorie persone që nuk mundet me punu, do t'i japin 200 euro. Pa minimumi jetik në Shqipëri do t'jetë të fillu prej 200 euro. Kjo do t'jetë mena 100 ditëve nga qeverisja, nga dita e parë e qeverisjes Partisë Demokratike. Kështu që kjo shpresoj shumë të jetë shpresa jonë, që edhe ju më këthy me punu në vendin tonë. E fitore, zë. Faleminderit shumë. Zoti rujt. Faleminderit. Fitore.